Në drejtimin e drejtorit të përgjithshëm të përmbarimit Ergys Qirici u zhvillua në mjediset e Grand Hotel Europa analiza vjetore për vitin 2025 me zyrat përmbarimore të veriut. Gjatë takimit u diskutua në mënyrë të detajuar realizimi i objektivave të vendosura, performanca e përmbaruesve gjyqësor, si dhe u bë një krahasim i rezultateve me vitin 2024. Sipas të dhënave të paraqitura, për vitin 2025 janë mbledhur dhe argëtuar në buxhetin e shtetit 119 milion lek, me një rritje prej 24 milion lek është krahasuar me 2024, thot drejtori Qirici gjatë një interviste për TV1 Channel. Në krahasimin që bëm lidhur me vitin 2025, krahasimisht me 2024, për të njëjtat zyra, për të njëjtin numër përmbaruessh, ne shohim që jo vetëm zona e veriut, por të 22 zyrat kanë një performancë të lartë, pasi kjo përkthehet edhe në të ardhurat të cilat janë në buxhetin e shtetit. Vetëm për vitin 2025 janë mbledhur gjithsej 119 milion lek në buxhetin e shtetit, që krahasuar me një vit më parë, me vitin 2024, janë diku te 24 milion lek, që janë më shumë se viti paraardhës. Kjo tregon punën e mirë të zyrave, po kjo tregon dhe punën e mirë dhe kontributin që çdo përmbarues shtetëror ka dhënë për arritjen e kësaj performance. Në fokus të diskutimeve ishin edhe problematikat e hasura gjatë punës, për të cilat është kërkuar që gjatë 2026 të ketë një fokus të veçantë me qëllim përmirësimin e rezultateve. Problematikat janë nga më të ndryshme, sigurisht dhe pjesa më e madhe e dosjeve të cilat janë në zyrën e përmbarimit shtetëror, jo vetëm të veriut, por kudo në Shqipëri, ka të bëjë me dosjet të cilat kur kreditor është prokuria, janë prokurit e rretheve, ashtu dhe si dhe me pjesën e takimeve me fëmijë, pensione ushqimore, të cilat janë në një numër total për 10.000 dosjesh, ose urat e mbrojtjes dhe urat e minjeshëm të mbrojtjes, të cilët zënë zërin kryesor, për sa i përket punës së përditshme të përmbaruesve gjyqësor. Kuadri ligjor dhe legjislacioni në fuqi, i cili është miratuar në marsin e vitit 2023, është i përafruar me standardet të Bashkimit Evropian. Gjasë periudhe kohë ne kemi mundur të mbyllim komplet kuadrin ligjor edhe të akteve nënligjore. Kontributi dhe mbështetja e Ministrisë Drejtësisë po edhe qeverisë shqiptare ka qenë maksimale për sa i përket përmbarimit shërbimit gjyqësor shtetëror, sepse kjo është një mbështetje e cila është jo thjesht dhe vetëm morale, po është dhe në shifra dhe në numra, që do thotë për vitin 2026 është parashikuar që për shërbim përmbarimor gjyqësor shtetëror të shtohen dhe 35 përmbarues të rinj, e cila do ketë një shpërndarje në të gjithë zyrat, duke pasur në konsiderat dosjet që kanë, duke pasur në konsiderat dhe backlogën e dosjeve të cilat ato i kanë të mbartura vit pas viti. Gjithashtu, për vitin 2026 ne kemi dhe një rritje për sa i përket dhe investimeve, ne mund të shkojmë në 2 fishë, pse jo edhe në 3 fishë në investimeve, gjithmonë krahasuar me vitin paraardhës. Prandaj them që mbështetja është e plot nga ana e Ministrisë Drejtësisë dhe qeverisë shqiptare, por tashmë na del neve si detyrë që normalisht kjo lloj mbështetje të përkthehet më shumë të ardhur në buxhetin e shtetit dhe sa më afër zgjidhjes së problematikave, sidomos problematika sociale që kanë të bëjnë me atë që thash më parë, me urdhat e mbrojtjes, urdhat e minjeshëm të mbrojtjes, pensionet ushqimore, takimet me fëmijë që janë dhe dosjet me problematikat më të madhe sociale. Në përfundim të mbledhjes u lanë detyra konkrete dhe u dhanë rekomandime me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të punës së strukturave përmbarimore dhe rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve.